Ministër, këtu jemi në Spitalin Bashkiak të Mirditës, i cili si infrastrukturë shëndetësore ka një pozicion gjeografik shumë të rëndësishëm, sepse përveç Bashkisë së Mirditës si shërben edhe të gjithë qarkut. Doktoresh Zranja, doktoresh Visa, motor Lindita, doktor Endri, mjek i ri në spitalin tonë, doktor Zeli, doktor Flamur. Spitali i Mirditës në fakt pësoi dëmtime të shumta nga tërmeti. Po, se i mirë presin tani. Fundet e rindërtimit u bëi mundur ndërtimi nga e para e gjithë të infrastrukturës spitalore. Kjo është mikrokirurgjia, kjo është kodi që ndahet sipas kodifikimeve. E rëndësishme, shërbimi i urgjencës është i rëndësishëm në këtë spital sepse pret pothuajse 70% të gjithë urgjencave dhe problematikave që ndodhin në rrugën e Kombit. Prandaj Spitali i Mirditës ka rëndësinë e tij si infrastrukturë shëndetësore. Kodi i verdh dhe kodi i zi. Gjithçka është bërë sipas parametrave të një shërbimi model urgjence. Dhe shumë faleminderit zoti kryeministër për vëmendjen që na keni kushtuar për spitalin tonë. Shumë faleminderit. Sepse nuk është vetëm thjesht një rekonstruksion, por është një rindërtim, mund ta thuash. Ndërtuar nga e para. Ndërkohë që në krahun tjetër kemi patologjin, këtu shërbejnë 64 mjek dhe infermier, ndërkohë që si administratë e gjitha janë diku te 130 staf, ekip mjekësor. Kjo stafi patologjisë. Kjo është infermier i ri që sapo ka filluar punë. Si që theksuam, për shkak të afërsisë me rrugën e Kombit, këtu vinë edhe trajtohen emergjencat kryesore që ndodhin në atë aks rrugor, dhe për këtë arsye dhe sallat operatore janë investuar jo vetëm në infrastrukturë, por dhe në pajisje moderne. Salla e operacionit. Përshëndetje. Doktor Bardoku, mjek kirurg, mjek reanimator Frank Simoni, instrumentarja Adelina Maca. Po mirë duket, po shumë. Tek zoni. Kjo është dhoma e reanimacionit që kalon me komunikim salla, komunikon me komunikim të brendshëm e gjitha. Pjesa këtej është materniteti, gjithashtu një shërbim në cilin është investuar nga e para. Mirdita. Si infermierët e manditona. Infermierja e maternitetit. Më lindi një figurët e vegjël. Prandera mirëserë. Faleminderit. Mirëserë. Kjo është dhoma e neonatit. Desha të prezantoj edhe pjesën si ka qenë spitali, sepse njerëzit harrojnë dhe ne kemi vendosur 2 postera. Dhe kjo është një përfaqshme dhe kjo është një vendos që mos harrohet. Ja, ka qenë. Shumë faleminderit. Shumë faleminderit. Respekte. Mirë. Respekte. Shumë respekte. Sa jo vetë, në mos të janë prapë për dy, po hajtë s'ka problem. Respekte shumë, respekte. Po mirë spitali më duket, ha? Ka lezet. Shumë mirë. Drejtoresha mirë? Me me kritik vogël, po. Mi nxjerë mirë të të Mjekja është mjekje e pediatre për herë parë, që punon në Mirdit. Doktor Zefi është mjek për disa vitesh.
doktoresh Dranja, doktor Pjetri Shmek laborant, doktoresh Evisa shefja shërbimit spitalor që është me kontratat e Ministrisë së Shëndetësisë, doktor Bardhoku, doktoresh Silva dhe stafi përgjithshëm ka fajrës teknikin mesëm edhe se ka mbështetje. Shumë mirë, ta gëzoni edhe çdo të mirë. Pjesën e rritjes më tesh me pagave di vetë, pa merak, se s'po e.